Çfarë është motivimi? Ajo që ne jemi përmban shtresat e trupit tonë fizik, emocional, mendor, shpirtëror dhe hyjnor. Kur një impuls nga një nivel më i lartë arrin të vibroj brenda shtresave më të ulta, atëherë ndodh motivimi. Por ky vibrim duhet të jetë rezonancë. Motivimi është valë vibracionale, jo detyrim. Thënë ndryshe, është dritë që të tregon rrugën, por jo urdhër për të ecur në të. Po si mund të mbajmë gjallë motivimin, duke u kujtesur që vibrimi ynë të jetë në rezonancë me këtë motiv. Po nëse diçka nuk na motivon, do të thotë se brenda nesh ka disonancë. Por këtë duhet të bëjmë një dëgjim të thellë të brendshëm, sepse që motivi të shndërrohet në veprim, kjo duhet të ndodhë pa rezistencë dhe pa përpjekje të tepërt.